Me emisionit i Djela Vlen, që është kuzhina. Në fakt, gjithmonë e përmendim se bisedat më të këndshme bëhen kuzhin. Unë për vete me nanën time i bëj në kuzhin të gjitha bisedat ose thashe themet e vogla që i kemi, kështu që kuzhina mbetet pjesa më e këndshme e ditës. Para se të nisim edhe t'ju informojmë se kush do t'jetë e ftuar ajon speciale sot, dua që të falenderojmë Kolegjin AAB, institucionin më të madh jo publik në trojet shqiptare dhe lider të arsimit të lartë, tash e mbi 2 dekada. Kolegji AAB ka hapur tashmë thirrjen për regjistrime të hershme dhe ju fton të nisni pranverën këtë vit në institucionin më prestigjioz për arsim. Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni webfaqen aabedu.net apo të kontaktoni në numrin e telefonit 048 999 006. Do të kalojmë tutje tek BSK, që është ndërtuar mbi standarde evropiane. The British School of Kosova është institucion edukativo-arsimor që u ofron nxënësve shkollim bashkëkohor në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Gjithashtu, në BSK tashmë do të mund të gjeni edhe drejtimin më të ri të programimit. Kalojmë në diçka tjetër, ku pa ujë nuk ka jetë e më i miri pa dyshim që është uji rrugove. Vizioni i kompanisë rrugove është që të sjellë natyrën e gjetur në bjeshkët e rrugovës brenda shtëpive në Kosovë dhe jashtë saj përmes produkteve natyrale dhe të shëndetshme, prodhuar pikërisht në zemrën e rajonit të rrugovës në Kosovë në partneritet me komunitetin rrugovas. E pifshi për shnet. Do të kalojmë pastaj tek receta e ditës që e bëjmë me Viva Fresh Store. Shija e çdo gatimi fillon me përbërësit e duhur dhe për këtë përkujdeset Viva Fresh Store, ku çdo ditë ju presin oferta dhe zbritje të shumta. Vizitoni dyqanet më të afërta të Viva Freshit për të zgjedhur produktet që ju nevojiten ose bëjeni shumë thjesht porosin tuaj online. Atëherë, ka të i përket edhe sponsorve. Sot në Djela Vlen, në një atmosferë komplet ndryshe nga ajo që kemi mësuar të shohim në kuzhinë musafire speciale, do të shohim komplet nga një kënd tjetër, kemi një grua që ka mbajtur mbi supe përgjegjësinë më të lartë shtetërore, me vendime të mëdha, sfidat forta dhe momente historike për Kosovën. Por këtë herë do ta njohim më afër përtej politikës. Në një bashkëbisedim të sinqert, njerëzor dhe plot emocione, ajo do të ndaj kujtime, rrëfime personale dhe anën e saj më të thjesht. E ndërkohë do të përgatit edhe një recet gatimi, ashtu siç ndoshta rrallë kemi parë ndonjëherë. Me shumë kënaqësi dhe privilegj ftoj ish-presidenten e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani. Dhe mirë se erdhe dhe një herë, është shumë. Nuk e dja kemi kohë me ula jo. Atëherë po i përvishëm i punëve me një herë. Mirë se erdhe në Djela Vlen, do të shohim komplet ndryshe kësaj here, edhe do të përgatisim një recet bashk. Është kënaqësi që të kemi. Faleminderit shumë, është kënaqësi edhe për mua në këtë kohë në vlugun e fushatës që me pas mundësinë që me ull bashkë me ju edhe pse shumë shkurt, po me pas mundësi me bë ato në fakt çka e bëj gati se çdo ditë. Me gatu bashk, me përgadit receta bashk, gjana cilat i bojmë për matë dashurit tanë. Po, në fakt, unë me qef e kisha pi një kafe me ty dhe me ullë me bo bised kështu të këndshme, po më mirë po e nisim përgaditje në më pas nëse në mbetët kohë, deri sot piqen biskotat që i ke zgjedh me i bo. Presidente, çka kemi na përgadit sot? Me qenë se kohën e kemi të shkurt, mendova me përgatit biskotat cilat janë shumë të thjeshta, po është një lloj brumit që mundesh me përdor për recetat të ndryshme pastaj. Për herë të parë është një lloj zbulimi ynë, e kemi bë bashkë me shoqet e mia kur kemi qenë për doktoraturë në Universitetin e Pittsburghut në SHBA, edhe në atë kohë si student edhe nuk kem mundësi shumë me përgatit, po duhet gjana të thjeshta edhe të shpejta. Po është një brum shumë i thjeshtë se as nuk kërkon vezë, as nuk kërkon qumsht, po pastaj mundet me u përdor
edhe për keksa që mbushen me lloj-lloj gjemi apo reçeli, po mundet mu përdore edhe për ato që i quajmë apple pies apo të ngjashme. Po që është si krokante pak në fund edhe mundet me u përdor edhe për keksa me forma. Pra që të trija, cila do që ju duhen, e tash unë i përgatis shumë shpesh me vajzat e mia herë për bajram, herë për vitin e ri me forma të ndryshme. Bajramin e kemi edhe 3 ditë, kështu që besoj receta më e mirë është nëse mbushen biskotat me reçel të portokallit. Unë edhe reçelin e bëj vetë, po kësaj radhe s'po tako, se ajo merr goxha disa orë. Ose 2-3 ditë përpara, ndoshta. Po, mirë po, ja jap një shije shumë të mirë, sepse është edhe ëmbël edhe thartë. Ne ka Mitrovica i thojmë majhosh, nuk e di që keni ju terminologjin. Po, është kur janë disa shijet përzime. Përzime, kryp edhe sheqer. Kështu që jo kryp, po pak e thartë, pak e ëmbël. Këtu e kemi një margarin të shkrime, edhe pse e pas kem shkri pak ma shumë se që duhet. Zakonisht e mbajmë kështu në temperaturë të dhomës. Dhomës, po. Kogja e ka shkri. Po, me gjitha të del dyqysh. Edhe përveç margarinës, në mënyrë që brumi me u bo pak ma krokant që e përmende, e përdorim edhe pak shmand ose pavlak, që është doni më duhet një luk, hajtë se për marë që ta. Ose ashtu kështu kemi mi përzit njëjtën ku, që edhe kjo tjetra nësë. Mjafton kaq, pra vërzisht se receptat i kemi që thojnë nana tona me tahmin. Cila është receta që ki qef me trashëgu prej nanës? Definitivisht krofnet e mamit i bën më të mirat në botë, edhe pse se cili recet që e ka përgadit për gjatë jetës saj, se cila më e mirë se tjetra. Për para e ka pas një libër të recetave dhe qaq shumë ka pas në te. Edhe ëmbëlsira, po edhe gjana që pjekën, pjekurina të ndryshme. Edhe gjithmonë të isha kur të rritem unë, kur të kam unë familje, kom ja marrë mamit librin e recetave, po fatkeqësisht gjatë luftës kur e djegën edhe banesën tonë, gjithë shka brenda saj është djegë, edhe nuk është që na mbetën ato, po tash do me thonë gjithë shka po varet prej memorjes të mamit, sa pi kujtohen asaj. Edhe krofnet, gjevrekat, mënyra që shika bo, ajo është veç aja momenti kur zgjohesh mëngjes edhe e nin atë erë, është e pak krahasueshme. Era, jo veç e ushqimit, po ajo ndjesia që ta jep, veç shtëpia, po përbes. Edhe, po tash një prej gjanave që unë i bëj shumë shpesh me vajzat e mia është pikrisht gatimi, është një prej gjanave që më relakson shumë, më jep motiv edhe për shkakun që e bëjmë bashkë me vajzat, dhe provojmë ushqime të ndryshme. Qka i pëlqenë më shumë vajzave nga dora jote, dhe më thonë që i përgatiti diçka ma të veçantë? Po tash, me qenë se po rritën, kanë fillu edhe ato me pas pak kujdes në ushqim, po preferojnë edhe salatat të ndryshme, po preferojnë gjellat të ndryshme. Nuk është që i kemi mësu shumë me ngronë fast food, do me thonë ushqim të shpejt nuk hajnë. Tepër rrallë shkojmë me pizza, me gjana tila, pasta ti dojnë shumë, natyrisht, po edhe ato i bojmë recetat të ndryshme. Po gjithë shka që përgadis nuk mundë me thonë që është diçka që vajzat nuk e hajnë kur i bëjnë unë. Nuk e ke pas problem do njëherë në të ushqyer për fëmit, qysh kur kanë qenë të vogla, sepse zakonisht nanat ballafaqohen që fëmit nuk i hajnë ushqime. Ka pas fazat të ndryshme deri sa janë rritë, sidomos kur e kanë pas ndaj grip ose janë ftoft diçka normale dhe apetiti pastaj ju humb, mirë po duhet me pas kujdes gjithmonë që i marrin edhe vitaminat e nevojshme që kanë mjaftueshëm edhe perime, kanë mjaftueshëm edhe proteina, se janë rritje sipër, mi është shumë e rëndësi. Shqyqyr që e ka njëna tjetrën, presidente, janë bashkë, si kur me u programu gjithçka që me ditë zoti që thojnë që ka me pas një nanë të ngarkume shumë, edhe me qenë 2 vajza, me pas njëna tjetrën afer, sa herë që ju nuk jeni aty. Kështu që gjithë... Na thojnë mos lash zoti pa motër. E vërtet, e vërtet. Është në mosha ma të vogla, kur ki binjake ose binjak, ka familje dhe me 3 njake ma shumë, është shumë ma sfiduse në mosha ma të vogla. Dikur prej momentit kur regjistrohen shkollë e tutje, gjithë shka bëhet shumë e thjeshtë, se librat janë njëjta, detyrat janë njëjta, sfidat janë njëjta, edhe pse vajzat e mia janë personalitete goxha ndryshe me njëna tjetrën, kështu që jo domosdoshmërisht gjithë shka është njëjtë,
po të dyjat janë të jashtëzakonshme, është tash kur përgatisim ushqim, se njerëzit të mpyesin apo mundesh, apo mrin, ku pe gjen energjin, se sikurse edhe nana tjera, natyrisht, kur kthehem shtëpi, unë jam thjesht nana e tyne. Nanë, bashkëshorte, vajzë, gru, edhe duhet me u marrë me sfidat e njëjta që merren shumica e grave në Kosovë. S'po e përmeni sfida. Gratë shqiptare kanë sfida, gratë shqiptare edhe ju... Po, gjitha çështjet me cilat duhet me u marrë çdo anë tjetër, po nuk krahasohet kur gjo. Kisha thonë asnjë moment në krejt jetën tem, me knatësinë që ta japin fëmijët kur e përgatit ushqimin, edhe fillojnë ato me hongër edhe thojnë, lumshin durt nana. Nuk ka kur gjo, hiq as ma të ëmbël, as ma motivuse. Edhe tani, natyrisht, kjo është edhe një prej arsyeve të shumta pse kam qef shumë me gatu në shtëpi me përgatit ushqime të ndryshme cilat ju pëlqejnë edhe vajzave. Përdorim pak sheqer pluhën, nuk është e domosdoshme se mundet edhe vetëm përmbi. Përmbi, po nashta i jep një ëmbëlsi pak. Po, kush ka qef ma ëmbël, mundet edhe mrenda mbrum. Ky bëhet brum pak i fortë, po është pak ma letë mandej me shtri brumin, me prej në format të ndryshme. Na sot po e bojmë ashtu të mbushun me reqel portokalli, kush keni kohë me maru vetë reqelin e portokallit. Është edhe ma mirë. Milion edhe pak edhe livoret e portokallit, mi pastru mirë natyrisht, aty mrenda. Po, ky brum, si që përmenda edhe pse shumë i thjesht mundet mu përdor për të gjithë. Për lloj-lloj recetash, edhe gjitha bëhen të mira, edhe shpejt, edhe nuk ka nevoj me najt brumi, as nuk ka nevoj për pluhër për me rrit brumin, as për vej, edhe pjekët shumë shpejt. Po ëmbëlsirat tona tradicionale, cila ëmbëlsil të pëlqen, presidente? Tradicionalet nuk më pëlqejnë deri dikun, po shumë rrallë me i hongër se janë pak të ronda. E vërtet, po kështu që të pëlqejnë. Kështu, nana jam e marrën një tespishte, i themi. Po, tespishte edhe na. Krejt Kosova i thot tespishte. Tash se që po di, mu po mbjen rajonet të ndryshme të Kosovës me dalë, edhe tash po ka terminologji të ndryshme, po e kemi gjuhën e pasur. Edhe ajo, tespishtja ma kujton edhe gjyshën, në fakt. Gjyshja gjithmonë, kur ka ndodhë diçka e mirë, e ka përgadit një tespishte kështu si hariq, edhe për me festu. Po. Kur jemi të gjyshja, presidente, a ki ndonjë këshill të saj që e mban vath në vesh? O të dy gjyshet e mia... Ose që kanë qenë, gjyshet zakonisht nga kanë dhona se kritika me këshilla si të përzime, gjyshet shqiptare. A ki ndonjë të dy gjyshet e mia nga kanë lënë shumë qka, mrapa. Nana e babit, ajo ka qenë grue fort, edhe vazhdimisht nga ka tregu qysh duhet gratë në Kosovë me punu drejt pavarësimit tyre, fuqizimit tyre, ekonomik, shkollimit, mos me pranu në nështrimin, në asë një moment ka qenë e natyrës të tilë, nga ka tregu shumë për vështirësi cilat ajo i ka hasë, se natyrisht ndryshe ka qenë situatan në kohën e saj, edhe ka kërku vazhdimisht se na jemi 4 motra, një vlla, që na 4 motrat mos me leju mu në nështru kur para as kujt, tu i nda me neve ato storjet e problemeve që vajzat në atë ko janë përbalu edhe tu kërku që ne mos me hek dorë prej fuqizimit gjithë mbarshëm në grave e të vajzave. Kurse nana e mamit, ajo ka qenë personalitet ndryshe, personalitet shumë i but, jashtëzakonisht e dashur, thjesht kur je hyte ajo, ke një këtë dozën e dashnis të urrit në përmasat jashtëzakonshme. Edhe ajo e ka pas një jetë shumë të vështirë, me shumë vujtje. Mirë po kur nuk ka leju që ato vujtje me prish atmosferën brenda familjes, edhe jam shumë e lumtur që ka qenë gjallë kur më kanë lindë mu vajzat, po me njerë pas pak mujve ka vdek, po s'paku e ka përjetu edhe atë ndjenjën e vajzave të mija. Gjyshja nanës i ka full disa gjuhët huja. Edhe për mu ka qenë fascionuse kur ka dalë në lagje dhe ka pas një kojshike boshnjake, folke boshnjakish me të, kojshikën tjetër turke, folke turqisht me të. Edhe veçërisht do 30 sekonda tu e ndru gjuhën, shumë e menqër, shumë e përgatitun, po tash gratë në kohën e tyne nuk kam pas shumë prej mundësive që
fatmirësisht i kemi ne sot, pikrisht për shkak të sakrificës së tyre dhe punës që ato e kanë bo. Tash po e shini që brumi këtu ka fillu më bo kokra, edhe kjo do me thonë që ka ardhë koha unë e mi shti dur të mbrum. Hajde. Edhe me bo ta aman që shdohet. Do me thonë kjo mblidhet tash, komplet. Po, mblidhet. A e dini qëfar brumi i mirë nga ka dalë? Une që po e shoh live. Tash, unë përgadis shumë recepta tjera, po janë brumna të cilat lypin kohë me ardhë pak. Po. Edhe me qenë se nuk patëm kohë për diçka të tillë, po e bojmë këto atë shpejtën. Po. Do me thënë këto receta që kanë qef edhe fëmijë që përmende vajzat me bo, zakonisht kur gatuaj me fëmijë kërkojmë receta sa ma të thjeshta, të shpejta, që mos me kompliku procesin me qënë se jemi me fëmijë. Po këto biskota jam shumë e sigur që ka një shije shumë të mirë. Edhe sidomos kështu pas darkës me një qaj ose në mëngjes me një kafe. Problemi është që buhen qaq të mira, sa që tani po duhet mi hongër. E di. Po duhet me pas shumë kujdes. Presidente Ati, qësë unë e 2 kafe, diri sa ti i bënë këto, të pim ka një kafe. A e pen kafe me sheqer të mesme, apo pa sheqer? Mesme. Të mesme. Mesme. A pen kafe si të qohësh prej gjumit ajo? E pi po, me njëherë unë qona rreth orës 6 mëngjesit çdo ditë, me i përgadit vajzat për shkollë. Po. Me ju përgadit ushqimin, mu siguru që edhe teshat, edhe çantat, edhe gjithë shka i kanë gati, natyrisht bashkë me prindonin, i cili më ndihmon në absolutisht çdo punë edhe familjare edhe të tjera. Po, pasi të bohen vajzat gati, edhe të nisën për shkollë, pastaj e pi një kafe. Ulem e pi kafen kështu për shefi, edhe i kryj disa punë në telefon. Na i fjalim, na i... Diçka që duhet gjatë ditës. Na i fjalim, na i përgjigje njerëzve. Tash brumi na u ka bo pak ma i butë, se sa që... Po me qënë se e kemi shkri margarinën shumë, po me gjitha të. Ne furën veç e kemi... Tash duhet me konë i gatë shumë edhe me improvizu njeri. Qatë herë je kuzhinjere e mirë, kur improvizon. E pastaj, kur shkon sigurisht në zyrë ose në punë, presidente kafe tjera jonë me kolegt? Po, me kolegt, me bashkëpunëtorët. Jam të mundu mos me pi shumë, për shkak se kafja e tepërt gjatë ditës, po na dëmton edhe shëndetin, po 1 ose 2, po bëhet e domosdoshme. Tash jemi edhe arsyeja pse jam e veshur zyrtarisht është se kemi non-stop punë terren takime. Po fushatat nuk pysin a është e shtuna e djelë. Jo, as pak. Edhe koha është e tillë që duhet me punu deri në mesnatë çdo ditë. Pra kjo është prej atyre kohëve kur jo domosdoshmërisht mundemi me përgadit çdo ditë në shtëpi. Megjithatë, këtë pjesën e mëngjesit me vajzat që zgjohemi bashk, përgatitemi bashk, edhe pastaj ato nisën për shkollë. E jo për punë, po. Të djelat zakonisht kur me qënë jashtë fushatave, si i kalon të djelat? Dhe a në kohën vajzat që nështë nuk i kohë me i qu dikon pak më largë dhe janë pak më ndryshe se sa fëmijët e tjerë, sepse na jemi të prirun me i pa vetëm favoret që i kanë fëmijët e një presidente, po nuk jemi të prirun me i pa me ditë se sa e vuajnë atë pjesën për të shëtitur diku, për të shkuar si gjithë fëmijët e tjerë, ndoshta një vikend largë. E kanë kohën mjaft të kufizume, po mendoj mundësit për shkak të arsyeve të sigurisë, se këto janë vlerësime të sigurisë cilat i bojnë institucionet e sigurisë, nuk i bojmë ne vetë. Dhe me qenë se situata e sigurisë për lider shtetëror gjithmonë është e tillë që kërkohet edhe involvimi këtyre institucioneve të sigurisë në mënyrë që është shumë normale me familje. Këto janë të parapame me ligj. Ajo në fakt i kufizon shumë, nuk është që vajzave ndonjëherë ju ka pëlqy, përkundrazi ai lloj kufizimi nuk ju ka pëlqy fare kurrë. Po, për arsye të sigurisë është e domosdoshme që... A duhet diçka tjetër? Tash po i prejmë këtu. Me gotë?
Gotë, çfarë do goti që t'ju qëllon afër? Nuk ka lidhje madhësia? Jo, po, varet edhe sa do në me i botë mdoja, këto tash, si pas qefit. Mesatare këto. Që atë mungon mas shumë të që në kohën para famës, para se angazhimeve, para se me qenë presidente, atë mungon koha e studimeve, me qenë se këto biskota po më duket po t'lidhin edhe me studimet? Ma shumë më lidhin me vajzat e mia, për shkak se tash kohëve të fundit, vazhdimisht i kemi përgadit me to, edhe po për herë të parë kitë drejt i kemi bon kohë të studimeve. Gjithmonë mungon kohë ma shumë me familjen, me kalu kohë ma shumë me familjen, atë kur më duket që nuk e kam mjaftueshëm. Është koha më e rëndësishme në jetën tem, është gjaja më e rëndësishme në jetën tem. E fatkeqësisht politikat kufizon në për masat mdoja në këtë drejtim. A duhet me lyme diçka? Jo, s'ka nevojë, sepse këto kanë vetë, kanë buter brenda. Harrova, qëtu po t'alo kafën për ma vonë. Në sa gradë furën e kemi lëshuna para prakisht, për nuk e dja duhet me nëzirë. 180 mjafton. 180. Për sa minuta? 10 minuta? O, 10-15 minuta, pravërsisht se duhet me shiqu qysh po bohet. Kjo do me thonë forma, tash bohet si han, edhe, ja bëjmë kështu me pirun. Bohet shumë e shishme. Mundësisht reqelin e portokallit e leni pak ma të trash se sa ky që është i blen. E kemi marrë, po. Nështë ta ma shumë gjemë. O gjemi është pak ma i trash, kjo është pak reqel, po. Qëre na nuk kemi ditë shumë mirë me i ble. S'ka lidhje. Këto prap kanë mu botë shishme. E di. Veç që nashta s'duken qaq bukur sa. Se kur t'i del jashtë kë reqeli, është pak sfiduse, po me gjithatë. Presidente, sa mundohesh me i rujtë traditat familjare? Në maksimum, përveç traditave që nuk e konsiderojnë gruan të barabartë, që ato tradita që kanë ekzistu në të kalumen, e jo do mëzdëshmërisht duhet me i rujtë tani, në fakt s'duhet me i rujtë fare, kurse traditat e tjera, gjitha, të më thonë ato që i kam mësu në familjen time, ato që i kam mësu prindonin familjen e ti, të më thonë ato si tradita i rujmë, tash edhe pak e përmendet që është Bajrami së shpejti, ne e kalojmë kohën me familje për Bajram, vizitojmë familjarët tjerë,
sigurohemi që ju ndihmojnë atyne që kanë nevojë, se kjo është një prej traditave më të mira në fakt që kemi pas gjithmonë si popull, edhe kjo na ka bashku, na ka ndihmu që me pas solidaritet ndërmjet nesh në kohë të rënda. Edhe, do me thonë, këto janë tradita që i vazhdojmë. Traditat e vizitave familjare, traditat e mbështetjes njëri tjetrit, ditëlindjet. Festat e vitit ri. Po, gjithmonë për vitri e gjithë familja jemi bashk, për Bajram natyrisht po ashtu. Kështu që janë... Nesi tradit që... Janë gjana që unë mendoj vlerat familjare janë ato që mas shumë te duhet me i rujt në këto momente, sepse është familja ajo që e ka mbajt Kosovën bashkë si bërthama kryesore e kësaj shoqënie në kohë jo të lehta. Prandaj edhe për mua është shumë me rëndësi, shumë me rëndësi që këto vlera me urujt. Miqasia, besa, nderi, mikpritja, konako, gjithmonë ka qenë pjesë e traditës tonë që na duhet ende me i rujt. Absolutisht. Edhe gjithmonë, jo ende, por gjithmonë. Edhe është vlerë e cila respektohet edhe jashtë vendit tonë, do me thonë... E kemi si turizm na këto. Absolutisht. Mikpritja, besa që e përmenda, nderi, janë të gjitha tepër të rëndësishme. E mendoj që duhet me i bartë brez pas brezi edhe tek fëmijët tonë. Tash, me qenë se brumi pak na u ka shkri, është pak problem të forma. Jo, mu po më duken shumë të bukra. Po imaginoj për shije, e mandej po më duken edhe të bukra. Shtu që... Gati, për me ju dalë shumë atë bukra, puterin, margarinën nuk e shkrini shumë, po në temperaturë të dhomës, edhe dyta, reqelin që është brenda, e bëni pak matrash. Ose si lojgjemi, ose copzat e portokallit me qenë më të mdoja. është pak ma letë pastaj me mbet mrenda në keks. Ma mirë se sa me i ble. Me i ble, ato i kanë tani... Edhe janë të kushtushme, si të mos kohën e fundit. Absolutisht, janë rritë shmimet. Të mos kohën e fundit janë rritë shmimet jashtëzakonisht shumë. Për shembull, perimet janë rritë ma shumë se 2 fish. Janë rritë edhe produktet bazike. Janë rritë edhe produktet bazike. Edhe sot, kur del me ble harq për shpe, e shet që qa ke mujt me ble, ta zonë për para me 100 euro. Sot është jeshte pa mundur edhe nevojat ma bazike me imbulu. Mos të flasim për... Jo, me 100 euro, se dia mundesh me i ble 2 qese me ushqim? Jo, shumica dërmuse. E produkteve për para me 100 euro ke mujt me furnizu në mas të madhe me gjanat që të vynë në shtëpi për një periudhë të saktume. Kurse tash është e kundërta. E kjo është problemi, Presidente, që tash na po e konsiderojmë luks edhe krijimin e familjes. Do me thonë, shumë të rinj e kanë shumë me siklet, me thonë me kriju familje për shkak që të shtrejtimit. Absolutisht. Edhe e bojnë një farë plani ose të më vonë shumë, ose ku ta dion, do shta me shty krejt. E vërtet, to problemet që kanë linë shkaku inflacionit edhe rritjeve të çmimeve e bojnë të vështirë pastaj për shiftet e reja me mendu, me u martu, me kriju familje, me pas fëmijë. E kjo automatikisht ka ndikim negativ pastaj edhe në shtetin tonë, sepse demografia apo ulja e numrit të lindjeve është një prej probleme themelore me cilat ballafaqohen shumica dërmuese e shteteve në Evropë. Për momentin ne këta nuk e kemi problem shumë të madh, ama nëse vazhdon kështu, do të shndrohet në problem të madh. Na ka metë edhe pak brum, mundet me u përdorë edhe për diçka tjetër. E përdori unë e pak ma vonë. Mundesh me përdorë. E përdori unë falenderit. Që, ku e ke ujen edhe palomat. Qëtu? Ta shë ki një kafe që po të fret. Super. Edhe flasim andej për çmimet. Për çmimet e perimeve. A duhet edhe pak? Jo, mirë është. Rato në cilën do
karike që duhet, atje ku e kine dhe Zakonisht mande e kafen. pastrojmë kuzhinën, po E kjo është pjesa që kërkush se ka qef. Heq, a pesdis që kjo pjesë, cila është në fakt... Bezdis, po prindonim ndihman në fakt edhe në gatimin e shumë ushqimeve, pa i ma shumë i bën pastat. Mandej, une kur të gatuj, e lo kuzhinën katastrofe ankohet, thot... A pas ka ankesa, Normal që ka, së cilën familje ka edhe ankesa, nuk po me gjitha... E di se mu më duke është që s'ka vend për ankesa për ty. Ankesat e tila janë të mirë se ardhura. Për shembull, në vend se me përdor vishni lug, i përdori 3-4 lug. Po me gjitha të krejti bojnë bashk. Cila është prej punëve, du më thonë, të shtëpis që hiç se prek, as nuk të pëlqen hiç, as një pik? Hiç se preku, nuk ka punë shtëpis që hiç nuk e preku. Për shambull, e prek, po me shumë përtes. Me pastru me fshes elektrike, me thithse elektrike, atë nuk e kom do ashtë kur si detyr. Edhe deri sa jemi rrit, e kom pas, tash na jemi 5 fëmijë, 4 motra e 1 vlla që e përmenda, edhe sa kemi fillu mu rrit, se cili kemi pas detyrat në shtëpi, me shka me u marë. Një prej detyrave të mija të para ka qenë me qitë qaj, edhe i qes qajat shumë të mirë. A ne i ka Mitrovica na pim shumë qaj, po. Edhe kjo ka qenë një prej detyrave të para, po me pastru me thithse elektrike atë... Po dhe do punë e ki bezdishme, po. Se kom pas qef, po tash duhesh me e bo. Në punë të shtëpis, kur je bashkë me familjen, janë gjana që kryhen edhe me qef. Po. Edhe me qef. Sidomos që përmenda gatimi, kur e sheshe po i gëzon fëmijët, po i gëzon familjen, po ju pëlqen diçka, ajo t'jep, nuk e nin lodhjen. T'jep vullnet, po, t'jep vullnet me përgatit. Nuk e nin lodhjen as një moment. 10 minuta kënë këto biskotat. Deri sot fillojnë pak si në gjyrë ari me marë. Okej, më vetate tek rinia, presidente, që e thamë që kanë shumë vështirë me planifiku, çmimet janë jashtëzakonisht nalta, ju vetëm të ushqimeve, so që ata nuk mundën me pas një plan për me kriju familje. Absolutisht, çmimet janë rrit, jashtëzakonisht shumë, edhe shumica dërmuese e çmimeve që janë rrit, lidhen drejt për drejt me planin për me kriju familje. Tjetër, po. Prandaj edhe është e domosdoshme krejt kjo situatë me u rishiku. Ka mundësi ekonomike, edhe me ullë çmimet e produkteve bazike, ka mundësi ekonomike me ullë edhe çmimin e naftës, ne po e shohim, mjafton ne me mësu prej shteteve të cilat suksesshëm po e bëjnë këto, s'kemi nevojë me rizbulu ujin e nxehtë. Ka mundësi me u rishiku komplet çështja e banesave, ka tash arsye të shumta pse janë rrit çmimet këto 2-3 vitet e fundit, sidomos deri në këto për masa. Megjithatë, pa pas plane shtetërore për me i trajtu këto çështje, është shumë e vështirë që me u zbut çmimet. Natyrisht që për te i zbutjes së çmimeve, çka është më e rëndësishmja është me u rrit pagat. Për shkak se sado që munden me u zbut çmime deri në për masa të caktume, në qoftë se pagat nuk rriten, dhe po flas jo vetëm për sektorin publik, po flas kryesisht për sektorin privat. Aty pagat rriten në momentin kur fillon me pas investime kapitale, projekte zhvillimore, projekte dhe investime strategjike të cilat kur krijojnë vende pune për rinin ton, të rinjt, domethënë e kanë atë vend pune që paguhet mirë. Dhe në momentin që paguhesh mirë, në atë moment edhe ulet niveli sfidues i çmimeve, sepse ke mundësi me përballu edhe banesën, ke mundësi me përballu edhe ushqimin, ke mundësi me përballu edhe shpenzime tjera që vinë me fëmijët vegjël, sepse sidomos viti i parë i fëmijëve, rritjes së fëmijëve ka shpenzime enorme. Prandaj edhe në programin tonë kjo është një prej pjesëve kryesore, përveç mbështetjes së vazhdueshme që do të jetë për fëmijë, për nëna, për familje, po viti i parë i fëmijës. Përmirësimi i gjendjeve në për shkolla që jemi dëshmitar të gjithë që shkollat, më thonë, janë në gjendje katastrofale, përjashtuar disa shkolla me gishta, që thonë me gishtat e një dore që i numëron disa shkolla që munden me qenë në gjendje normale. Për me ndryshu sistemin arsimor, unë vija dhe prej botës akademike, po për me ndryshu sistemin arsimor,
E para që duhet është që arsimi të shndrohet në prioritet kombëtar. Nuk mundet me qenë vetëm njëra nga çështjet. Duhet me pas edhe investimin maksimal buxhetor, po edhe investimin e mendjes, të mundit edhe të kohës. Duhet vërtet me u shndru në top prioritet kombëtar, sepse nëse i shoqojmë shtetet të cilat kanë arrit me të i kalu kriza ekonomike në vendin e tyre, dhe sot janë shtetet zhvillume, që e kanë bërë një gjë, kanë investu në njerëz, quhet investimi në kapitalin njerëzor. Dhe çka kanë bo? Investim në shkolla dhe në spitale. Këto dyja. Në momentin që e kanë rrit kualitetin e arsimit dhe kualitetin në shërbimet shëndetësore, në atë moment më njerëzit nuk kanë shiqu si me i paketu valigjet edhe me ik prej atij shteti, edhe e dyta e kanë pa perspektivën e tyre dhe realizimin e ëndrave tyre, sidomos për çiftet e reja që krijojnë familje, që kanë fëmijë. Pra, kjo është esenciale. Sot ka problemet shumë ta sidomos të sigurisë në shkolla, ne kudo që po shkojmë në Kosovë, që po debatojmë, po diskutojmë me qytetarët tanë, nuk ka vend ku nuk dalin nxënësa dhe thojnë neve na duhet siguri në shkolla. Po flasë për siguri fizike, siguri psikologjike, sepse sot edhe varësia nga droga, problemet e shëndetit mendor, bullizmi janë një prej problemeve themelore me cilat ballafaqohet sistemi ynë arsimor. Prandaj jemi të ndërtu plan konkret se si të ballafaqohemi me një situatë të tillë, duke i marrë për bazë modelet e shteteve që janë të vogla si Kosova, po që kanë shumë sukses në këtë drejtim, sepse prej tyre besoj mundemi me mësu mas shumti. Ka shtetet cilët janë... Dhe kjo do t'jetë një ndër prioritetet kryesore, sepse tash ta llogarisim nëse ne vazhdimisht jemi tu e humbur rinin. Kot nesër pas nesër do të ndërtojmë ndërtesa, biznese të ndryshme, fabrika, shkolla, spitale, sepse njerëzit nuk i kema. Dhe kur e hub pasurinë kryesore, të cilën e ke, që është pasuria njerëzore, që është pasuria në fakt më e rëndësishme e Kosovës, atëherë asnjë prej planeve të tjera nuk do të kenë rëndësi. Pra, është kohë sfiduese, është vërtet kohë sfiduese, sidomos po e ndin rinia këtë kohë. Por jam e bindur që kohë shumë atë ndritshme po na presin përpara. Jam e bindur jashtëzakonisht shumë edhe unë, sepse kur e shoh si e re, domethënë dëgjoj edhe shqetësime tek të rinj, zakonisht pyetja që ti bora është për çiftet e reja, të cilët e shtyjnë edhe martesën për shkak të kushteve, dhe kjo është gjë shumë shqetësuese që ndoshta nuk është diskutuar shumë. Po kur e shoh botën që mirret me teknologjinë, me AI, me gjana shumë amadhore, na mirremi me disa s'po flasit. Mesele. Banalitete, ma mirë s'po flasit. Po, banalitete, ke të drejtë. Fatkesisht, unë e përmenda para disa ditësh që një prej diskutimeve tona kryesore me palën amerikane ka qenë si me sjell një investim të madh, strategjik në Kosovë, në fushën e teknologjisë informative që do të krijonte mira vende të reja të punës dhe vende të punës të cilat do të paguheshin shumë mirë. Rinia jonë është shumë e përgatitur në këtë fushë, flasin gjuhë të shumta, sidomos gjuhën angleze janë perfekt. Gjithë, mos themi gjithë, po 90% e din. Edhe duke qenë vendi më pro-amerikan në botë, Amerika filloi me pa Kosovën vërtet si një vend strategjik ku mundet me sjell një investim të tillë. Kemi qenë në diskutime konkrete për gjëra të tilla. Dhe kjo pastaj kur do të krijoheshin mira vende të punës për rinin tonë, me një trajnim 4 deri 6 muaj, ata do të ishin gati për atë vend pune, po ato do të paguheshin mirë. Atëherë krijohet një perspektivë për rinin, jo vetëm pse ka vendin e punës, po në një sektor ku ti nëse punon mundesh me u ngrit. Po, për fat të keq na ndërprejtën ato punë që ishim tu i kry, po sot, çka më duket më edhe mshmja është, sot fëmijëve tanë edhe rinis po ju paraqitet modeli i njeriut që është i pa shkollë, është i pa ditun, është i dhunshëm, ta ditën fyn, shan për qan, dhe atë modele ke ta ditën për me pasi shembull rinia jonë. E ke të ekspozuar gjithkohë, e ki në rrjetet sociale, e ki live në rrugë, e ki... Absolutisht, kurse ne jemi rrit me modele krejt tjera, prindët tanë na kanë rrit, të na thonë shkollohu, puno, punat që janë përpara. Sa më shumë që punon, sa më shumë që kryen shkollë, është dija dhe puna. Fjalë pak e punë shumë, gjithmonë. Absolutisht, mirë po, shembujt e njerëzve që na i kemi pa, si presidenti Rugova, gra e burra të cilët vërtet në rrethana tepër më të rënda kanë ecë përpara, ne jemi rrit me modele të tilla. Kështu që unë mendoj që për te vendimeve politike, për ne është shumë e rëndësi si gjenerat, me risjell modelin e njeriut punëtor, të ndershëm dhe të dishëm.
që çdo ditë fëmijët tanë nëse ndezin televizorin, mos me dëgju fyrje, mos me dëgju përçarje, mos me dëgju ndarje. Dhe kështu ishim, Presidente. Ashtu kemi qenë vërtet, po fatkeqësisht tash... Ne kemi qenë në okupim sërb, edhe dashurin e kemi pasur, më thënë, i kemi qenë shumë bashk për çdo iniciativë. Se si unë dam, kështu unë nuk po mundem me kuptu. Është fatkeqësi e madhe që kjo po i ngjan popullit tonë, edhe kam thënë edhe më herët publikisht, përçarja mundet me i bo dam kombit edhe popullit tonë shumë ma shumë se sa armiku. E kemi pas armikun edhe na jemi mbledh me një dhomë, kemi flajt bashk. Krejt. Edhe që e përmendëm Bajramin pak ma herët, për para në qofë se dikush nga ato familjet e shumëta që kemi jetu me një ndërtes bashk, ka pas mish për Bajram, është siguru që ata e ndonë në shumë copa që se cili ko ishi me pas mundësi me kërku, me pas mundësi ditën e Bajramit, është solidaritet ndër njerëzor. Për fat të keq me gjuhën e urrejtjes e përçarjes që po e shohim këto ditë, kam frikë që njerëzit po e hupin njerëzillëkun në radhë parë, e nuk ka vlerë ma të rëndësishme njëtën e njerëzve, përfshi edhe në politikë, se sa me rujt atë vlerë humane, për shkak se... Ka pas edhe në politikë dikur, ndoshta, apo kupton mund të ka qenë shumë andryshe, na kemi qenë kundërshtar politik, po me gjithë atë... Bashkëpunime ka pasur, po. Bashkëpunimi politik, po se po njerëzit e kanë rujt një nivel komunikimi, tash kanë, fatkeqësisht kanë të i kalu çdo limit, është të tmerrshme çka është duke ndodhur. Por ne duhet me bo përpjekje me bo të kundërtën, me risjell shembull komplet tjetër në skenën politike të Kosovës, shembull i cili nuk lidhet as me pozita, as me pushtet, po lidhet me mënyrën se si ti si politikani trajton problemet e qytetarëve, si tenton me i zgjidh, si tenton me nxjerr Kosovën prej situatave të vështira, në bazë kësaj do duhej të vlerësoheshin njerëzit dhe jo çështjeve, jo basta asaj se sa është e klikueshme sharja jote, ose manipulimi. Tash me inteligjencë artificiale që e përmende, numri manipulimeve është i tmerrshëm, na çdo ditë zgjohemi në mëngjes me diçka manipulimi, fotografi të tmerrshme, denigruese, të cilat bëhen kryesisht ndaj grave në politik, dhe këtë duhemi patjetër me luftu. Kjo është edhe një prej arsyeve pse kam mendu me vazhdu me angazhimin politik, që mos me leju që një skenë të tillë me alon mrapa gjeneratave të ardhshme. Na duhet me ndryshu komplet i gjithë ky denigrim i ullët që bëhet sidomos ndaj grave politik, ndaj nanave shqiptare, ndaj vajzave të reja, duke tentu me i friksu komplet që ato me ju bashku jetës publike dhe shërbimin ndaj vendit, është i tmerrshëm dhe është e paprecedent se s'ka ndodhur deri në këto përmasa në historinë e Kosovës, por do ta luftojmë edhe jam e bindur që do të triumfojmë në këtë mision, që vajzave tona e gjeneratave të reja në përgjithësi t'ju lëm një skemë politike shumë ma të moralshme, shumë ma të përgatitur edhe në aspektin e dijes edhe shumë ma të drejtë. Këto janë një mision që ndoshta edhe na merr kohë, por është me rëndësi që mos me udhëzu. E di, Presidente, më thënë shumë shpesh disa gjana nuk arrihen me u thonë edhe me fjalë, e lëre më në një kohë gjatë, e lëre më në një emision 25-30 minutë, ku jemi sot këtu. Dua të flas pak për dashurinë që po merr ditëve të fundit. E kam parë gjithkund, nëse veç një të mire ka në rrjetet sociale, është kur shohim pak dashuria të këto. Jo vetëm urrejtjen. Po, kisha pas dëshirë. Po e shoh që po merr përkraje të madhe, Presidente. Si po të bën kjo me undi? Është një prej ndjenjave më të mira të mundshme. Tash për mua është rikthim tek njerëzit me cilë jam rrit, në fakt. Sado që kemi qenë larg në aspektin institucional për 5 vite, shumicën ndërmuese të qyteteve ku shkoj, takoj njerëz cilët tazom dje ishim në Gjakov dhe takova gratë të cilat për mu kanë qenë e themeluese në atë kohë kanë qenë shembull derisa unë jam rrit, i kom po ato si shembull të grave të fuqishme në politik dhe njerëz të cilët më kanë mbështet. Pa merak, i bigati one. Era mirë po ju vjen, formën se kam perfekt, po me sheqer pluhën për mi mundeni edhe me maskuat formën jo të mirë. Na kemi me i qitë qitash, e nëse do në dikush ma të pjekuna, ma të rashta, se unë për veti kom qef më udok ma të bardha pak. Vesh të pjekuna, thot, e dikush nëse do në
Djema, nëse doni me i pjek ma shumë, ma si që shkon presidentja i pjek. Po hala brëm që doni me bo një pjesë tjetër. E kalon punën e mirë presidentja, dhe më thëmë, pavarësisht që shkon, brumin e kalon gati aty. Po tash aty njerëzit, kur po na kritikojnë, na thojnë, ti veç për kuzhinë je. Ju thëmë, unë jam edhe për kuzhinë, edhe non, edhe bashkëshorte, Edhe i ndreqi flokët. edhe vajzë, edhe modër, edhe i ndreqi flokët, edhe pse s'kom ko shumë, po me gjitha të i ndreqi, hajtë sa muj, për 5 minuta, edhe në kryet shtetit. Pra një gru mundet krejt me i bo, Shpresoj shumë që vajzat e reja sidomos nuk dekurajohen kur shohin gjuhë të tillë, se si që përmenda, nuk ka knatësi më të madhe se sa me pas mundësinë me përgatitur ushqim për familjen tënde, nuk ka knatësi më të madhe se sa më ul rreth tavolinës, me diskutu me familje, me tregu fëmijët si e kanë kalu ditën, çfarë plane kanë me i nda me ty si prind, dhe nuk krahasohet me asnjë të arritur në politikë. Po them sinqerisht, me asnjë moment në politikë nuk krahasohet ajo ndjesi që e ke në shtëpi. Edhe puna me cilat ballafaqohen nanat në shtëpi, përfshi edhe ato që nuk punojnë askund tjetër, është e jashtëzakonshme, është monumentale. Me rrit familje, me ndërtu familje, mendoj që është misioni më i madh e më i rëndësishëm jetësor. Kështu që nuk ka nevoj askush me undi keq kur dikush, sidomos bukur për më godasin, te ke vendin kuzhinë, po përbese, në kuzhinë edhe në shtet. Të dyjat i bojnë. Dyjat bashk. Edhe paca hiej, pace. Herën tjetër ju marrëj tash recepta tjera tamam me kësi brumna që duhet me najt ma gjatë. Ose e kam, receptin kryesore kam tavën Elbasani. Sa veç edhe një 2 minuta. Okej, hajtë edhe 2 minuta. 2 minuta që mës let na shka për derdhe në përdor. Une veç po vjen kja që edhe me të marrë kohë, se edhe 2 minuta, mandej... A ka shpresë për këtë vend, presidente? Sepse unë mendoj që edhe është e vërtet që njëherë presidente, gjithmonë presidente. Me ligj po. Me ligj po. Me ligj po, po nuk është pozicioni sa është mundësia për t'i shërby vendit. Unë ndihem shumë e përmbushur me punën që e kemi bo gjatë 5 viteve të fundit. Kemi mendu që është në interes të Kosovës me vazhdu, po me gjithatë ajo mundësi që të bëhet në parlamentin e kaluar iku. Kurse tani ne jemi para qytetarve, jemi me fat që kemi një popull të mrekullueshëm dhe pikrisht këtu është shpresa. Unë shoh shumë shpresë, e shoh këtë shpresë të rizgjume në sytë e qytetarve të cilët i takoj çdo ditë. E përmende që kanë shumë dashni, shumë përkraje, po kanë edhe shumë besim. Dhe na duhet me kuptu që në politik rrugët as nuk janë të lehta, as nuk janë të shkurta. Kështu që jam e vetëdijshme që mund të jetë një mision i gjatë, jam e vetëdijshme që mund të jetë një mision me shumë vështirësi, megjithatë, kur i shohim njerëzit tanë se sa shumë besim kanë, kur i shohim njerëzit se sa shumë nevoja kanë që të përmirësohet jeta atyre, nuk mund është thjesht me u largu dhe me ndajt dhe me i shiqu në televizor këto zhvillime, por tenton me edhon një kontribut sa të vogël prej pavarësisht cilit pozicion je. Tash unë e kam pas mundësin edhe nderin me shërby si presidente, mirë po shërbimi im për atë dhe unë ka me vazhdu pavarësisht se ku do t'jem edhe në të ardhmen. Unë i rris fëmijët e mi këtu, çdo mëngjes zgjohem me përshafimin e tyne, çdo mramje gjaja e fundit që e bëj është me i puthë në balë para se me shku në gjumë për vete. Edhe kjo ta jap një ndjenjë shumë atë lartë përgjithësisë për me u siguru që gjeneratat e ardhshme, fëmijët tanë, e para nuk e përjetojnë kur luftën, se janë në radhë të parë janë gjenerata e parë në historinë e kombit tonë. Që ne kemi përjetu prindrit tanë, gjyshrit tanë, çdo gjenerat, edhe nëse shkoj mira vite pas e le mo qindra vite. Janë gjenerata e parë që jetojnë paqe, edhe ne kur i qesim gjumë fëmijët e dim që e kemi edhe shpirtin edhe zemrën rehat se atë ndjenjë nuk e kanë pas prindrit tanë, kur na kanë qitë neve në gjumë, e kanë ditë që Serbia mundet me na sulmu, mundet me na vra, mundet me na marrë jetën. E tash ne e kem këtë fat të madh, po duhet me e rujt. Si që kemi mësu nga shumë kombe anë e këndë botës, edhe liria, edhe pavarësia, edhe paqja, duhet me urujt vazhdimisht. Shpërpjekje vazhdueshme. Që tonë fitoren e merë, po është shumë vështirë me mbajt. Edhe e dyta, duhet kjo gjenerat me urrit me shpresë që kam perspektiv këtu.
sepse liria është e rëndësishme, por është e rëndësishme kur ka kush me e gëzu atë liri. Qëse ne i humbasim njerëzit tonë në këtë ritëm cilin janë tu largu tani, do të mbesim shumë pak. Na edhe ashtu jemi shumë pak për të qenë të ndarë. Kështu që kjo lloj përqarje e cila po ja humb shpresën rinis është tepër e rrezikshme. Edhe shpresoj që krejt bashkarisht me qytetarët e Kosovës kemi me pas mundësi me mbroj demokracinë, me balansu jetën politike dhe me i dhonë një shansë gjithve me punu bashk. Se veni nuk bëhet vetë, veni bëhet veç bashk. Edhe jam e sigurt që me këtë lloj logjike edhe institucionale, edhe politike, edhe demokratike kemi me pas mundësi që me arrit shumë çka si Kosovë, se vërtet potenciali jon i më i madh dhe i jashtëzakonshëm janë njerëzit tanë. Ka mundësi ky vend me u bë shumë më i mirë, shumë më i zhvilluar. Në fakt shembull për krejt rajonin. Veç duhet, si shumë shtete tjera, me punu me mend. Me mend, e vërtet. Në fakt, Presidente, di që jemi pothuajse në fund, në minutat e fundit të kësaj bisede, unë sa herë që mi jepet mundësia që të takoj gjithmonë ndihem shumë e relaksuar dhe shumë rehat, sikur se ofër me një mikë, bisedojmë aq këndshëm, kështu që besoj që edhe të gjitha ata që nuk e njohin Presidentën, po ju them edhe unë që qikë ma të mirë s'ka. Faleminderit shumë. Tash u konfirmu. U konfirmu, jo, me tamam puna. Kush ka me mgu mu, po në e tregova atë ndjenjen teme. Tash janë perfekt. Super. Që tash janë shumë të mira. Pak na u kanë shkri për fund, po kjo është receta e vjosës. Tash duhet me... Veç ki kujdes për ujë se po e përmenda që kur s'na del forma shumë e mirë, duhet me improvizu. Po e kemi sheqerin plohër? Veç të ma një pjatën e ma të bukur. Që të qëti jemi pothuajse në fund. Stafi me nëzis po pret po mduket me shku ti, Presidente. Jo, me bënë edhe nërsyme jemi hongër. Une po të kalzoj që s'jena shumë mirë me koha. Qa që në fillim kur më tregove sa, une ti kemi hongër një 20 minuta. E murë njoni një keks, pak e nëzit, po tregona ajo mbona i qysh. Kjo është pjesa ma e lezetshme, e ke pa, Presidente, kur nana tona bëshin pallaqin, ka gjunaj të në kohën, tu i bo edhe su mush ke pjata, kur? Qashtu është. Ku e kemi sheqer plurën, ata qesin qëtu? Po mundesh me qiti. Vesh ta marrë edhe pak tjetërën, se ka hala. Super. Ta letësu pak. Që ta shkryhëm për 2 minuta. Herën e arshme një tove elbasani. Herën e arshme tove elbasani. Ato e bëj mas miri. Me qfar mishi, apo... Unë e bëj me mishpule, së është pak me letë, po natyrisht, recepti original është edhe me qingje edhe me... Po, duhet kogja me uzi, pastaj. Ajo merë pak ko, se unë njëherë mendova atë, se e kam specialitet, mendova tove elbasani me bo, po me gjitha të, herën tjetër. Tamam biskotat shpis, po thot regjia, striti prej regjis, Presidente, po thot tamam biskotat shpis, që s'ka nevoj me argju as një cent. Edhe në qofë se rinë 3-4 dit, prap të shkrihen në ngoj me gjithë recept, dhe me thonë asë nuk forcohen. Dhe me thonë rinë të buta që shto. Kjo njëherë njavë me i përgadit me shumic, është kogja mirë, shtu që i lenë për të njavën. Shtu që sa bleni për fmi biskota cilat janë të pashëndetshme, edhe këto... Ej, qatë janë do shta që donë? A e bojmë një foto na me biskota. Në në regula. Super. Faleminderit shumë, Presidente e dashur. është kënaqësia më e veçantë që të kishim sot këtu, pavarësisht dëshirës madhe për të pasur gjithmonë emision, e di që angazhimet e mëdha e kanë bërë të pamundur me qenë, kështu që jam shumë e lumtur që sot kemi nda këtë recetë kaq të thjeshtë dhe kaq të mirë. Faleminderit edhe juve për mundësinë, ju uroj gjitha të mirat edhe ju falenderoj që sjellni disponim të mirë, që sjellni dritë
edhe bashkim flisni në emisionet e juja për vlera. Faleminderit që i kemi mirëmbajt gjithmonë familje tona, sepse pikrisht kjo i duhet mas shumë t'i Kosovës për momentin. Faleminderit shumë. Me gratë mira e pafshim Kosovën gjithmonë. Shpresoj shumë. Tani, shikues të dashur, është koha që të vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit me rubrikën E Djela në fshat. Të shohim gazetaret tona, koleget e mia, se ku kanë shkuar, në cilin fshat, për të parë bukurit natyrore që fshatrat tona e kanë, mikpritjen dhe dashurin që na jep secili njeri që jeton aty. E ndjekim bashkë E Djela në fshat. Këtë javë udhëtimi ynë ishte drejt fshatit Zoqisht të Rauvecit, një vend që të mirë pret me qetësinë, natyrën e bukur dhe njerëzit punëtor që jetën e lidhin ngushtë me tokën dhe traditën. Mes gjelbrimit dhe rrugëve të qeta të këtij fshati, ndjehet ende fryma një komuniteti që ruan me shumë dashuri, historinë dhe vlerat e tij. Fshati Zoqisht ka një natyrë të bukur dhe plot jetë. Banorët e këtij fshati merren me vreshta dhe kultivojnë rakin dhe verën. Ata ruajnë traditën e tyre me shumë dashuri. Zoqishta mban edhe kujtime të dhimbshme nga koha e luftës. Edhe sot në këtë fshat gjenden dëshmi që tregojnë për periudhat e vështira që kanë përjetuar vendasit, duke e bërë historinë pjesë të pandashme të identitetit të tij. Kjo shtëpi ka shërbyer si bazë e UÇK-s gjatë luftës së fundit në Kosovë. Por ajo që e bën më të veçantë këtë fshat është lidhja mes banorëve, harmonia dhe respekti që kanë për njëri tjetrin. Banorët e këtij fshati janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ata zakonisht të dielave mlidhin të gjithë së bashku nga mëngjesi deri në mbrëmje, duke kaluar kohë të ngrohta dhe respekt për njëri tjetrin. Përshëndetje zotëri Bajram, faleminderit që na pranuat edhe na mirëpretët në fshatin e juaj. Mirë se ngjart këtë fshatin në Zoqisht. Fshati i bukur është, fshati i vreshta, fshati, me thonë, fshat turistik është unë. E kemi lumin, e kemi shkollën, e kemi ambulantën, e kemi... Edhe ka një natyrë shumë të bukur. Kështu mbushesh me frymë kur hyn këto prej natyrës. Kemi aromat mira, kemi pemë, pi vreshta, pi pemë, pi gjitha. A mund të tregoni çu janë të diellat në këtë fshat? Si a mlidheni banorët, si është raporti? Zakonisht vikendin shtunë vinë këta që kemi në punësun për Prishtinë në për qera qytete, vinë vikendin në shtunë dhe rrinë në dillë dhe rrinë bashkohëm dhe kalojmë mirë dhe e kalojmë vikendin zakonisht jo pushimi si vikend. Po a ka ndryshu vikendet ndoshta prej viteve më herët? A ka ndryshu kjo atmosfera? Ka ndryshu pak se tash është mungesa. Se shumë të rritë kanë largu për fshatit. Unë, sidomos unë, kom pënu ndërtim. Për salisht për veti, thomë që 58 sepi kom ndërtu këtë fshat.